pyetja tjetër. Selam aleikum hoxhë ndëruar, kam një pyetje, a lejohet ta sjell djalin një vjeçar në xhami për namazin e xumës? Një vëlla më tha sepse xumaja ime nuk është e vlefshme, sepse gjatë hutbes ose në namaz e prek djali im ose afron pranë vetes kur përpiqet të largoj, nuk flas me të, vetë mundohem ta mbaj pranë që të mos shqetësoj të tjerë. Ndonjëherë ai ec në për xhami dhe prek xhamatin. Unë nuk dua të shqetësoj askënd, por kam lexuar se ka shumë hadithe që tregojnë se fëmijët vinin në xhami edhe në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Cili është gjykimi i saktë sipas Kur'anit dhe Sunetit? Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja e marrjes fëmijëve në xhami është dy. Në lejohet me marrë fëmijët në xhami për shkak nevoje se s'ki ku e le. Edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gratë i kanë marrë fëmijët e vet në xhami. Edhe të falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Në xhamin që namazi është 70.000 namaze, me imam të dërguarin e Allah subhanahu wa taala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, një fëmijë ka kohët atje, pejgamberi sa më ka shpejtuar namazin edhe ka kryer shpejt. E ka thonë për krye për shkak me ahek vujtjen që ka se nana ka vështërsi kur zbat fëmija i vetrahat, e këm ba pejgamberi sa me këm ngut për shkak mos me shkaktuar vështërsi në nëzmet. E kjo argumenton se fëmijët e vogël bën më në xhami. Sot do të jeni vogël. Atëre kur ka nevojë. Më thonë, ka marrë baba në gjumë, po e ka djalin vete, shka me bota, a me rënë gjumone me djalin, a me morë djalin në xhami. Do të me morë djalin në xhami dhe s'ka kur që të heqe. Pse i preka njerëzit në për xhami, kur që vitës është, heq. Edhe pse e ti mirësh me te e ka për levizë e këthen e kur që kitë në regull është. Por, pastaj është një çështje tjetër. Me quë fëmijët në xhami për me hek për të të shtëpia, kjo s'lejohet. Nëse mirë kanë përmend dietarët fëmijët quhen në xhami, atëherë kur kuptojnë. Atë më shkua me nguhitën ai ka 2 vjet, shka di çka është hipja. E më mor ders ai s'di kur gjë. Do thonë çështja, nëse ka me marrë fëmijën për shkak të nevojës se s'ka ku e le, e merr. Po fëmija po të më në të bojë mëra, ka kajnë kohën pejgamberi sa e ka shpejtu namazin atina, çka të më thonë për ty? Kitë në rregull gjë s'ka heq. Edhe lëvizje e prek njerëzit e del e heq, kitë në rregull, kur gjë heq. Kjo për shkak të nevojës, kurse për shkak të edukimit, nuk quhet fëmija 2 vjet me quhet nders, për shkak se nuk e din, do thonë nuk e ka kuptimin, nuk e ka nuk merr vesh, nuk e din çka fort e të tjera. Por në këtë rast, për namazin e xumës është në rregull, kur gjë asnjë problem. E merr fëmijën, falet namazi, e prek ai me 2-3 herë, kur gjë kërkon edhe kryet xhumoja, wallahu a'lam.